Partia Demokratike vijon sulmet në adresë të Presidentit të Republikës Bajram Begaj, pasi shprehet se vendosin në dispozicion të Partisë Socialiste kabinetin e tij. Zëdhënësja për antikorrupsionin në Partinë Demokratike, Genta Vangjeli, kujtoi kërkesën drejtuar Kreut të Shtetit për mos ndërhyrjen në procesin zgjedhor dhe ruajtjen e neutralitetit politik nga ana e këtij institucioni. Përjashtimi i zotit Rusmali nga shqyrtimi i kërkesës ankimore ka qenë objekt i kërkesës PD-ASHM në datën 2 qershor, duke arsyetuar shkeljen dhe vendimarrjet e tij në cilësinë e antarit të KAS-it, haptazi kundër palës ankimuese subjektit zgjedhor, Partia Demokratike, dhe përfaqësuese të saj ligjor, duke krijuar arsye serioze për një anshmëri. Po ashtu Vangjeli deklaroi se Shkolla e Magjistraturës ka vënë në dispozicion të Partisë Socialiste studentët e saj. Nga ana tjetër, Shkolla e Magjistraturës ka vënë dispozicion të partisë studentët e saj, kështu kandidatja përgjyqtare sipas listës përfundimtare të publikuar në 13 maj nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, zonja Shila Ballhysa, rezulton një herësh përfaqësuese e Partisë Socialiste në KQZ. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon me urgjencë nga Presidenti i Republikës dhe Shkolla e Magjistraturës të distancohen me veprime konkrete nga ato që i quajnë palishmëri.